Në vijim të fushatës elektorale, kryeministri Edi Rama ndaloi këtë të premte në qytetin e Burrelit, ku përballë mbështetësve të Partisë Socialiste vuri në dukje përfundimin e një prej projekteve më të përfolura të viteve të fundit, të rrugës së Arbrit. Nuk po bëjmë një tjetër fushat këtu, duke premtuar që do mbarojë rruga e Arbrit, por po bëjmë një fushat duke ardhur nga rruga e Arbrit. Mirë po, unë them që duhet këtë qenë Dibran, edhe ai që ka thonë Oreksi vjen duke ngrënë, edhe e di që pavarësisht se kemi bërë shumë, ka akoma për të bërë, edhe ndërkohë ajo çka është vlera më e madhe ekonomike që do të sjellë rruga e Arbrit përtej lehtësimit të lidhjes së njerëzve me Tiranën, është që do të hap një horizont të ri krejt për investimet në turizëm. Duke parë përtej këtij mandati, Rama premtoi se në 4 vitet e ardhshme do të ndërtohet rruga e Lurës si dhe segmenti që lidh Burrelin me Ulzëm, projekte që synojnë të rrisin aksesin dhe të lehtësojnë lëvizjen në zonat veriore. Kryeministri komentoi me tone humoristike rivalitetin lokal mes matjanëve dhe dibranëve, por garantoi se projektet do të shtrihen njësoj në të gjithë territori. Unë jam i bindur që në dekadën e ardhshme Dibra do jetë pjesa më e lakmuar e metropolit të Shqipërisë, për të bërë edhe rruga që lidh Burrelin me Ulzën. Pasi është një zonë shumë e bukur, edhe tani që nga rruga e Arbrit vihet kaq lehtë, ajo rrugë, nëse do të transformohet dhe kur transformohet, do ta bëjë shumë më lehtë pastaj edhe mundësinë për të bërë investime tjera në atë anë. Kryeministri ka ironizuar sërish kundërshtarin politik duke përmendur kontratën e lobimit në Shtetet e Bashkuara me vlerë $6 milion. Në gjuhë 77-6 milion. Edhe pastaj thot, aq bëjnë, por nuk janë të mijat. Po të kujt janë? Të patriotëve. Janë ca patriotë që nuk i njoh, po ju ka lënë zemër të luftojnë për Shqipërinë, edhe të hudhin 6 milion, por garant dun Partinë Demokratike.